Mi krejt. Vetëm rruga e parregullume që nga viti 2017. Nga viti 2017 kemë bërë kërkesa, në 2017 që në kuvendi komunal e ka shtru me zhavër një pjesë. Edhe ma nuk ka ardhur ma kërkush, atëherë në 2017 kemi qenë dikunja 20 shtëpi. Ma vojnë erdhëm 13, tash jena me 10. Në 2023 kuvendi komunal i Prishtinës, kur ka qenë drejtori i investime kapitale Krenar Xhaferi, e ka shtru 1 kilometër e 100 metra. Na kanë thonë munges mjeteve në kohët pandemisë, është hypë gjithçka, nuk kemi jetë ma shumë, vitin e arshëm kismet kena me shtru pjesën tjetër edhe 1100 metra, dhe më thonë 1 kilometër 100 metra, se 2 kilometra 200 metra ka qenë projekti. Mo, në vitin e kalum, vërtet në 2024 është morë vendim, i është anku një operator në prokurim publik, edhe është shty procedura, u fillun zgjedhjet, drejtor tjetër, ma nuk kemi në rendit e fare. Gjitha fshatat e Gollaku, diçka është bon, në Balaban, me përjashtim qatë kilometër, asë një ka si zalë, ma kur se ka qitë. Ne jemi në halë, dikun prej nëndorit, deri në mars, këtu s'kaluhet. Veç me traktar. Do me pyet cilat janë vështirësitë që i hasni përdet, sidomos në kohë kur ka shi, kur ka edhe pse borë nuk është suna marë që sa vite e po sa i përket sheut. Këtu problemi kryesor është se nga bjeshkët nalt bjen ujë edhe e vërshan këtë pjesë nuk mujnë me dalë veç me traktor. Dikun që këtu shtëpia që janë pak ma ofër asfaltit e bojnë me kolis millin. Ne kemi problem transportit, kemi problem të furnizimit, ambulanta është larë në Keqekull, një shitore vogël në Keqekull, në du me furnizu për Prishtine. Prej asfaltit poshtë, kur që e 1 kilometër, dhe aty vim dhe qysh ato një du me bajt me krahë ose me kolis, kush ka një kojshi, ka traktorin në furnizan ka pak. Ne kemi bo kërkesa disa herë. Kërkesat edhe ankesat, përgjigjet të të nëse e di që edhe ndoshta nuk ju kanë lajmëruar së dhe një herë. Ne kemi bo kërkesa vazhdimisht drejtorinë e investime kapitale. Unë kam bo kërkes në emën të fshatit me pas një termin me bisedu me kryetarin për parim Rama. Na kanë thonë me email, na jemi fshatarë, zi me hinë emaila. Edhe në fushat zgjedhore na ka premtu që nuk ka me pas problem, po tash kush s'na pranon komunë. Drejtorinë të investimeve kapitale punojnë dhe administrator, drejtorin kur hala si vjetë gjithë se kemi aty. Çdo të shkojmë, asnjëherë. Problemi të na është se si vjetë nuk ka hy asë në projekt komunës Prishtinës. Kanë hy në projekt disa rrugë në Bardhash, në Progovs, në Rimanish, në Gollak, asnjëherë. Vitin e kalum ka qenë rregull e kryetarit, na ka thonë drejtoritë investime kapitale, kryetari ka marrë vendim në Gollak nuk ka asfalt. Mirë për në Gollak është tru asfalt 3 kilometra për një fshat komunës Kamenicës Gregjenik, që është fshati komunës Kamenicës, territori është i komunës.